أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu na falënderojmë që na dha mundësinë edhe këtë ditë xhumaje. Edhe këtë mundësi që na ka dhënë Zoti xhel xhelaluhu, ata që kanë kaluar për kësaj jete e kanë shumë zili. Edhe natë ditë në përvarët e tyre ata thonë që këto janë njerëzit më me fat. Sepse halat vazhdo jetat, vazhdo umri me falënderu Zotin dhe me të falë Zotin. Edhe kur themi vazhdimisht që falenderojmë Zotin që na bashkoi në këtë xhumë, ka mirësi dhe begatit mëdha për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur I ka ardhur një njeri herë, tha ja Rasulullah, tha unë do me pranu, tha këtë din, me u bën rob, me u bën musliman, me besu Zotin. Tha bon kam I hall të madh. Çfarë halli ke, I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha mu më kanë mulu gjinofet. Ka maq shumë gjinofe, tha që se besoj se ka njëri në faqet tokës. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha, ma jep fjallën, tha për I gjo. Po I tha, që ta pranosh këtë fe, ta pranosh këtë din. Dhe në mendin tha, që thu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tha, Allahu t'i ka fshi ato gjinofet që kanë kalu këtë. Një. E dyta, tha, Aleikum salam, nëse fillon e falesh, tha, 5 kohët e namazit, tha nga namaz, Allahu xhele xhelaluhu, tha, ka për t'i fshi gjinofet tuja. Dhe me thanë, nga namazin sabahut, namazin e dreks. Nga dreka një qini, edhe kur të vëj fundi fare, nuk të ngelet asi gjinof. 3, tha, nga gjumaja në gjuma, dhe me thanë, në mes 2 gjumave, Allahu e falë robin e vetë, nuk I lene I gjinof pafshi nga gjinofet e vogle që ka punu. Gjatë javës, vallahi, fshihen me anë të ditës gjuma. Kështu, për ne themi falem nërë se Zot, pse ke rast me jetu, ke rast me I kërku falje Zotit xhele xhelaluhu. Edhe kërkesa e faljes ndaj Zotit xhele xhelaluhu do t'jetë e përhershme. Çdo minut, çdo orë, çdo sekond, o Zot më fal, o Zot më mëshiro. Ndërsa ajo që desha t'ju tregoj për sot është një lutje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi vazhduar me ato lutjet, po I pat ndërprer për shkakun e umrës. Po inshallah do të vazhdojmë dhe t'i përfundojmë. Lutja e sotshme është ajo e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili tha: o Zot, më mbroj nga mos besimi. Aleikum salam. Pra, elhamdulillah, Zotit xhele xhelaluhu të ka ndihmu që ti jesh në këtë fe, të kesh besim, të kesh iman. Po pse lutej më mbroj nga mos besimi? Pra, ku është rreziku këtu? Ti je besimtar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar një hadith tjetër, do të vëj një kohë që njeriu do të biri në gjumë besimtar dhe do të gdhej mos besimtar. Allahu na ruaj. Edhe nga kjo nuk është I mbrojt asnjëri. Po ishën në xhami, ishën me iman, ishën me besim. Dje. Sot pa besim. Vazhdimisht është lut. Edhe ka thonë, Allahumma inna na'udhu bika min al-kufr. O Allah, mruaj nga mohimi, nga mosbesimi, nga dvumi shoj Zotit. Wal fakr, edhe nga fukaralleku. Po pse edhe nga fukaralleku? Sepse bi gjumi I pasur, ngrehesh I varfër. Si mund të ndodhe kjo? Nuk e di o vëllezër. Por që për të ndodhë njerëzve ju ka ndodhë. Ju ka ndodhë njerëzve. Edhe kur jemi tek besimi, secili prej nesh duhet me pas shumë kujdes këtë çështje.
Allahu xhelle xhelaluhu ka sjell një ajet apostafat në Kur'an. Edhe thot: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Allah, ma mbroj zemrën time masi ma drejtove. Pra, e gjithë lutja është masi ke iman, masi ke besim. Pse? Fluturo besimi. Hik mrena sekondit. Pa çfarë duhet bë? Kush e mban? Veprat e mira. Besimin e man ata shtylla që ka caktuar Allahu xhelle xhelaluhu. Për shembull, namazi ditor është shumë vështirë me rëshqit. Ose thuj se e pa mundur. Nëse e fal namazin ditor pa asnjë lloj, domethënë pa problem, me kënaqësi,